Behie. Në faqe 22 të dramës ke një letër. Kështu e nis Besim Levonja këtë letër drejtuar bashkëshortes aktores Behie Çela. I gjendur në kushte jo të mira shëndetësore dhe duke mos qenë pranë saj, ai shkruan: "Ç'është e vërteta, unë do ta dërgoja para një java atë letër, mirëpo shokët e ambasadës mi vonuan zarfat. Tashti, me që do vi Murat Mema të shtunën ose të martën, e lash që t'ja jap atij me gjithë dramë. Letër tjetër o të nis sot me post. Në zarfe ka edhe letra të tjera. Epuja sipas adresës." Dhe këtu dramaturgu bëhet bashkëshorti dhe babai që i mungon familja. Kalamajta janë mirë, si vend me shkollë. Më ka marrë malli shumë për ta, natyrisht edhe për ty, shumë. Si janë andej nga Tefiku, fëmijët mirë i ka, të mi bësh shumë të fala kryetarve dhe andej nga Beqir Bahja. Bashkë me fëmijët, ju puth me madh. Të fala, Besim Levonja.